ne gjithmonë do vëmë një njeri i cili është në kërkim. Ose do kapim dy veta dhe do bëjmë fajtor. Jo, fajtor është ai që i ka lejuar të jenë funksional. Përshëndetje dhe mirë se takohemi në Table Talk, ku sot do të flasim për të gjitha ngjarjet që na kanë shënuar gjatë këtij janari të gjatë. Do të themi se kemi pasur një bilanc jo shumë pozitiv sa i takon aksidenteve rrugore, përmbytjeve, zjarreve e të tjerë, por për të diskutuar dhe për të na dhënë analizën e plot rreth situatës së sigurisë, unë sot kam të ftuar ekspertin e sigurisë, zotin Fatjon Softa. Zoti Softa, faleminderit që je sot me ne. Faleminderit juve, kënaqësi. Atëherë për ta nisur në fakt që në ditët e para të janarit ne patëm një bilanc negativ rrugë të përgjakura nga aksidentet, ku vetëm në 3 ditë patëm rreth 6 viktima. Në këtë rast, nëse do të flasim për përgjegjësinë, kemi të bëjmë më shumë me përgjegjësi të drejtuesve të mjeteve që në disa raste janë të alkolizuar, kemi të bëjmë me institucionet apo edhe vetë rrugët, pra infrastruktura. Dhe nëse do ndalemi këtu, si është gjendja e rrugëve sot në Shqipëri? Po të shikosh rastet e aksidenteve dhe ato të çfarë ju thatë vdekjet që vinë për shkak të aksidenteve, numri më i madh i vdekjeve është me aksidente se sa nga krimi. Dhe kjo vjen për ardhoj që në 80%, 85% të rasteve janë drejtues të mjeteve, ata të cilët janë shkaktarë të ngjarjes. Sigurisht këtu nuk mund të themi që janë vetëm drejtues të mjeteve, ka dhe disa rrethana tjera, të cilët duam të analizojmë, dhe është infrastruktura, sinjalistika vertikale dhe horizontale, është kualiteti i rrugëve. Nuk kam ndërmend të bëj analizën që ka apo jo korrupsion dhe niveli i rrugëve, çarjet e tjera, kjo është tjetër gjë. Unë nisem tek abraziviteti i rrugës, nisem tek pjerësia e rrugës, nisem tek drenazhimi i rrugëve, sepse jo në pak raste një shi që bie, provuam autostradën të Durrës, e cila në shumë vite është investuar, përsëri ajo përmbytet vetëm nga shiu, nga densiteti. Ndërkohë që kushtet klimaterike dhe ngrohja globale e ka bërë të sajën dhe Shqipëria, sikur dhe vende të tjera, ndeshën me ndryshime të motit, por dhe kjo do të thotë që duhet përgatitemi, sidomos nganjëherë janë neglizhenca njerëzore, mos pastrimi i kanaleve, mos sistemet e kullimit, mungesa e drenazhimit, gjitha këta që janë ndikim. Plus themi kontrollet e institucioneve, të cilët shpeshherë, edhe pse themi duhet kemi goma dimrore, kontrolli i gomave e tjerë, janë faktorë që rrëshqitja, mos frenimi, por edhe drejtimi i gabuar i mjeteve, nxitimi i tyre në rrugë, mungesa e kontrollit, jo nërmjet atyre radarëve të fshehura mbas fere, por disa radarë të cilët duhet të jenë inteligjent, me para njoftim, siç janë rregullat, në mënyrë të tillë që të ndikojë tek drejtuesi i mjetit për të krijuar parandalimin dhe vendosja e sistemit tutor të kontrollit mesatar dhe jo në mënyrë rastësore. Unë kam qenë tek personat që kam insistuar prej shumë vitesh për vendosjen e kamerave inteligjente dhe madje kur u vendosën kamerat inteligjente jam pyetur përsëri nga një kanal televiziv që ju keni thënë për kamerat, këta i vendosën makinat inteligjente, dhe unë kam thënë që makinat inteligjente janë thjesht si gracka për të marrë joba, por nuk janë për të parandaluar dhe për të edukuar drejtues të mjeteve. Ajo që e bën edukimin është vendosja e sistemit radar, duke paralajmëruar në autostrada 250 metra, në rrugë të tjera urbane 100-150 metra apo sipas shpejtësisë rrugës, dhe vendosjen e sistemit tutor të matit shpejtësisë mesatare, që ai gjatë gjithë rrugës të jetë i monitoruar deri në dalje, dhe kështu ne mund të kishim një lloj gjobitje apo do të kishim një lloj parandalimi, tërheqje patent apo masa të tjera ndëshkuese, të cilët do të jenë koshient dhe qytetarët për rastet kur ata i shkelin. Cilat janë segmentet rrugore që janë më të rrezikshme ndoshta? Sepse kemi parë paktën në rrugën e Milotit që her pas here aty shkaktohen aksidente, dhe aksidentet kryesisht janë edhe fatale. Pra janë disa rrugë që vërtet nuk janë projektuar ashtu siç duhet. Shiko, ka pas një statistikë shumë interesante që kërkon vërtet të ketë një studim. Unë kam folur me drejtorin e përgjithshëm shpeshherë edhe për problemet e aksidenteve, dhe me drejt ai ngre një pyetje që na duhet ta studiojmë. Si ka mundësi është ulur numri i aksidenteve në Shqipëri, është rritur numri i vdekjeve. Dhe ky është një problem. Patjetër që ka disa rrugë ku janë njolla të zeza, ku numri i aksidenteve përsëritet. Dhe sigurisht që këtu pastaj po themi ana objektive, qoftë atyre që merren me menaxhimin e rrugëve, me administrimin e tyre,
por dhe policia që ka mbikëqyrjen kryesisht për trafikun e mjeteve, duhet të ndryshojë qasje dhe duhet të ndryshojë metodologjinë e mënyrës se si mund të parandalojmë këtë ngjarje. Dhe këta vazhdojnë të jenë rrugë të tilla problematike. Rruga që ju thatë, rruga e kombit problematike. Pra gjithmonë kemi pasur raste jo të vogla të aksidente, zonat nga Prenjësi apo zonat të tjera, janë disa zona të cilët drejtimi i mjeteve, por ndoshta edhe rruga, infrastruktura, sinjalistika vertikale dhe horizontale, në një pjesë të rrugëve mungon ndriçimi. Në mungesë të ndriçimit, vijat e bardha nuk janë fosforeshente, nëse janë të dopta. Tabelat nuk janë fosforeshente dhe nëse janë të dopta. Këtu patjetër duhet të ketë një normë dhe duhet të certifikohen rrugët. Cili i ka certifikuar këtë rrugë dhe mban përgjegjësi dikush qoftë edhe në sensin e korrupsionit. Se nëse sasia e fosforit e vendosur në tabelën vertikale, horizontale, apo tek vija e bardhë e rrugës duhet të jetë me intensitet të caktuar, ka ndodhur kjo gjë apo jo? Dhe kjo patjetër shkakton atë që themi në kushtet e mungesës ndriçimit, në mënyrën e mungesës së intensitetit të bojës të rrugës në ndarje, të tabelave orientuese në rastet e kthesave e tjerë për të parandaluar drejtues të mjeteve dhe në rastet e kushteve të kufizuara, smogu, shiu, bora, nata, errësira, gjitha këta janë faktorë të cilët ndikojnë pastaj tek drejtuesi i mjeteve. Dhe shpeshherë në statistika fatkeqësisht e ngjeshim këtë dhe i themi drejtuesi i mjeteve, sepse normalisht drejtuesi i mjetit është, por nuk mund ta analizojmë dhe duhet ta analizojmë rastin që ky drejtuesi i mjeteve e ka sepse ka qenë i alkoolizuar, ka qenë në efektin e lëndëve narkotike, ka qenë i pakujdesur, ka qenë duke përdorur telefonin, apo ka qenë kushtet të diktuara të vështirësisë së rrugës dhe të infrastrukturës. Kjo gjë nuk ndahet, e vetmja gjë që bëjnë vendosen dhe themi drejtuesi i mjeteve. Prandaj nuk është shumë e qartë kur ne themi 85% statistikë e marrë nga policia e shtetit që vjen si rrethoj drejtuesit të mjetit. Për të ndalur pak edhe të kushtet atmosferike, të ceket pak më sipër rrugën e kombit. Aksidente zinxhir ndodhen përgjatë 2-3 janarit si pasojë e ngrisave në rrugë. Në fakt në këtë rast a kemi përgjegjësi të atyre kompanive të mirëmbajtjes, pra që duhet ishin më të përgatitura në hedhjen në kohë të kripës, se sa vetë të drejtuesve të cilët ishin ndoshta edhe me goma verore, pra nuk ishin pajisur me goma dimrore. Kjo është pyetje e drejtë, pyetje që kërkon dalje përgjegjësie. Po të shikojmë shumë vende të njohura të Bashkimit Evropian të cilët janë në efektin e ndryshimeve klimaterike, sidomos të temperaturave të ulta të ngricave, të cilët mund mos vinë domosdoshmërisht vetëm nga bora, por mund vinë dhe nga ngrica e rrugës për shkak të ndryshimit të temperaturës midis natës dhe fillimit të daljes së diellit, ku shkrirja apo jo krijon efekte të rrëshqitjes. Dhe vendosja apo jo e kripës, patjetër po të shikosh këto vende, jo më kot i përmend dhe ju referova, vendosja e kripës bëhet në sezon. Për shembull, vjen periudha e dimrit, në gjatë gjithë aksit vendosen thasët e rërës, të jenë të gatshëm. Dhe pastaj në automjetet i shkojnë dhe hedhin atë. Dhe duhet të jetë e matur kjo, sepse efekti i kripës është shumë i rëndësishëm, sepse bën mundësinë e mos ngrirjes së aksit rrugës, në veçanti në ato vende të cilët janë shumë problematike. Mund të jenë korridore, erërash të ftohta, të cilët krijojnë më shumë raport me vende të tjera, pra të cilat janë vende të cilët duhet të jenë të tilla dhe vendosen tabelat për treguar që pse drejtuesi i mjet do të ulë shpejtësinë dhe do të jenë të kujdesshëm për mundësinë e ngrirjes dhe ngricave. Por kjo nuk mjafton të jetë vetëm tabela, por duhet të jetë edhe masat edhe e kripës e tjerë. Dhe në rastet kur kjo ka ndodhur, nuk mund të jetë vetëm po themi përgjegjësia atyre personave që kanë drejtuar automjetin, po dhe të atyre që administrojnë rrugën, dhe pse jo të mos jenë dhe hetim penal ndaj tyre dhe kompensim financiar ndaj gjithë atyre viktimave dhe familjarëve tyre. Dhe ky kompensim financiar fatkeqësisht në ndryshimet e kodit rrugor, por edhe në drejtim të ndryshimit të nivelit të siguracioneve, duhet shkojmë drejt parametrave të Bashkimit Evropian. Nuk mund të jetë që me 150.000 lekë që bën apo 200.000 lekë pagesë siguracioni, duhet mbulosh jetën dhe vlera duhet shkojnë mbi 1,5 milion euro. Sa paguajnë? Si e paguajnë? Sa është vlera e jetës së personave kur ato vinë edhe për këto kushte që ne po themi, ngrica, përgjegjësi administrative, por ndoshta edhe penale e atyre personave të cilët administrojnë rrugën. Në fakt pjesë e aksidentit ishte edhe vetë kompania mirëmbajtjes së rrugëve. Në një kohë kur ligji parashikon që nga muaji mos gaboj dhjetor deri në mars do të jenë në rrugë, pra për të hedhjen e kripjes, për mirëmbajtjen e saj. Për të vijuar në një tjetër situatë në javën e 2 të janarit patëm pjesë në përmbytjeve.
përmbytje që ishte Durrësi, Fieri, Lezhë, për herë të parë edhe Gjirokastra. Si ka mundësi që situatat përsëriten vit pas viti dhe sa përgjegjësi duhet të mbajnë qoftë institucionet qendrore, por edhe vendore për pastrimin e kanaleve dhe pra për të marrë masa që situatat e tilla mos të përsëriten, sepse duhet të cekim këtu që nga përmbytjet patem dëme të mëdha në bujqësi, blegtori, por u shënua edhe një viktim, një 54 vjeçar. Çfarë masash duhet të merren që në një pak ujë, pak rreshe që ne kemi e këto qytete të përmbyten? Në dimër kemi përmbytjen, verë kemi zjarre. Të gjitha janë probleme njerëzore të administrimit. Nuk është faji natyrës, është faji jon, i administratës. Vërtet, Shqipëria në kuadrin e ngrohjes globale, kushtet klimatike kanë ndryshuar, por ishte, nuk është se ishte fatkeqësi natyrore. Kërkojnë ta quajnë të tillë, sepse nëse është fatkeqësi natyrore, shpall gjendjen e jashtëzakonshme. Por këta nuk e quajnë gjendjet e jashtëzakonshme, nuk e shpallin të tillë, por ndërkohë e quajnë dhe përmbytje dhe fatkeqësi, sepse duan të mbulojnë, po themi, pjesën e korrupsionit dhe mungesës administrimit dhe të kontrollit të territorit. Shqipëria do të shkojë drejt menaxhimit të ujërave. Do të thotë që kanalet dhe studimi për ta duhet të ishte më parë dhe duhet punojmë gjatë gjithë verës për përmbytjet dhe duhet punojmë gjatë dimrit për zjarret. Nëse kjo që nuk bëhet, sigurisht nuk mund të bëhet në moment që bie shiu, sepse shiu sigurisht që këtë punë ka, është gjë e natyrës. Nuk kemi në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku kemi fluturimin e ndërtesave, ku kemi fluturimin e shtyllave të tensionit lartë, ku kemi ngritjen e nivelit të ujit të detrave që hyjnë depërtojnë, këta janë tjera gjëra. Por këto parashikon dhe merren edhe masa paraprake, sepse banorët e atyre zonave evakuohen. Pra nuk lihen që të vinë përmbytjet dhe banorët e gjenden aty. Në rastet kur kemi tsunami ose ngjarjen e Amerikë, të paktën ato marrin masa paraprake që banorët të mos jenë aty, por të evakuohen paraprakisht. Shiko, së pari, Shqipëria, Tirana, Durrësi dhe disa qytete të tjera po ngrihen vertikalisht. Ngritja vertikale e tyre e ka të papërgatitur vetë infrastrukturën. Ato qytete, Durrësi, Tirana, janë ndërtuar me një infrastrukturë nëntoksore të kullimit të mbledhjes ujërave, po qoftë dhe shkarkimit të ujërave që vijnë nga ndërtimet private dhe bizneset, me seksione të vogla, dhe ato janë pamundura për të përballuar. Dhe ngritja vertikale do të thotë krijohet ajo që quhet grushti hidraulik. Dhe grushti hidraulik do të thotë që ajo ndërprerja e rrjedhës së ujit të ndërpritet për shkak të presionit që krijon kolona. Dhe nuk është punuar në këtë drejtim, dhe jo vetëm aq, por janë tipike zonat. Për shembull Durrësi gjithmonë sa herë bie shi është i përmbytur. Lezhë ka një përmirësim se është bërë një lloj investimi, ka një ndërprerje, pra ka një nuk është më aq problematike sa ka qenë sepse është investuar. Pra tregon që kur investon ti nuk i ke këto përmbytje. E njëjta gjë është Vlora, zona të tjera. Për shembull themi gjithmonë është lumi i egër Vjosa. Po lumi Vjosa ka qenë gjithmonë i egër, nuk është se u bë tani. Ky lum do të jetë gjithmonë edhe nesër, nuk mund ta ndryshojmë dot natyrën. Ato çfarë ne mund të ndryshojmë është parandalimi. Por shpeshherë korrupsioni e ka bërë të vetën, po edhe shfrytëzimi pa kriter i shtraturit lumeve e ka bërë të vetën, sepse përdorimi i marrjes së inertëve, gropat që ato krijojnë, kanë pritur shtratin natyral të lumit. Dhe si tilla, sigurisht përveç që duhet të ndërpriten dhe nuk duhet i përdorësh inertët e lumeve, sepse është prishja e shtratit natyror, por njëkohësisht dhe diga përforcues e tjerë në zonat ku mendojmë ta disiplinojmë lumin. Nëse ne nuk i bëjmë patjetër çdo vit kemi përmbytje, dhe nëse ne do bëjmë për llogaritjen e dëmeve nga përmbytjet, janë shumë më të mëdha nëse do kishim investuar një herë dhe këto përmbytje me pagesat që ne kemi, dëmshpërblimi, ajo jeta që ju thoni, gjëja e gjallë, bujqësia, kulturat, gjitha, dëmet janë shumë më të mëdha. Të njëjtat gjë dëmet vijnë edhe nga pyetjet që digjen. Pra dëmet e mëdha vijnë më të mëdha se sa vetë po themi masat parandaluese nëse do kishim investuar një herë vetëm gjatë kësaj periudhe për t'i parandaluar. Më mirë është të parandalosh se të kurash. Dhe kjo është fatkeqësi, rregull i natyrës që duhet ta bëjmë. Por kjo vjen kur ti vendos profesionistë të dur dhe kur ti vendos një sistem kontrolli të territorit. Nëse vendosim njerëz të cilët takojnë forcës politike, kush është që njeriu ka më influencë në zonë për vota, kush sjell vota, patjetër që ekonomia pastaj nuk mund të themi që do të jetë për të krijuar sistemin e parandalimit. Pra, unë them është dora njerëzore, është pavësia e menaxhimit të territorit,
ajo që ndodh dhe jo thjesht natyra. Paradoksisht të fakti teksa një pjesë e qyteteve përmbytej, në Tiranë shpërtheu zjarri në tregun e Medreses, pra në tregun e 5 majit, ku mori 50 magazina. Në fakt, sa të certifikuara janë tregjet në Shqipëri? A ka patur kontroll të më përparshëm për të parë dhe se si funksionojnë këto? Unë kam folur shpeshherë në media dhe kam thënë që ka disa bomba vetë qytetit Tiranës. Zona dhe gjëra të cilët duhet i marrim në konsiderat për elemente sigurisë. Një nga këto ka qenë tregu dhe tregjet. Për shembull, kemi një eksperiencë negative në tregun e Durrësit. Dhe meqenëse ndodhin në tregun e Durrësit, ja dhe tregu i Metrases, po dhe tregu Çam. Pra gjitha janë probleme sepse masat e sigurisë për parandalimin e zjarreve janë zero. Mos gaboj edhe në Lushnjë ka patur një zjarr të madh që ra atëherë në qendër komerciale. Dhe këta janë shumë problematike sepse unë kam pasur mundësi të bëj edhe një emision lidhur me mbrojtjen nga zjarri dhe pyeta një zjarfikës, i thash, në momentin që bie në një treg çfarë bën? E kam provuar të thotë që jo në treg, por në afërsi të tregut Çam pata mundësinë të shkoja, nuk hynte në makina, ishte pamundur dhe kam shtrirë për 150 metra tub për t'i dhënë ndihmë një apartamentin në katin e tretë. Dhe ky është një problem, sepse tregjet nuk mund të rrinë në këtë mënyrë. Asnjë nga ata të tregut nuk i ka masat e mbrojtjes nga zjarri. Edhe tregu i uzinës Dinamo fatmirësisht ka ndodhur natën dhe nuk ka ndodhur ditën, se do t'i përsollonte të gjithë ata njerëzit brenda ku do e kishin shto dhe konfuzionin për mënyrën e daljes. A ka element evakuimi? Është e pamundur, nuk mund ndodh. Mendoni zjarri që pa besë shumë i shpejt se sa e mendojnë njerëzit. Dhe nuk do kesh mundësi kur. Ne e provuam në Transmontana, ne e provuam në Maqedoni, kur në një diskotek sa të ishte numri të vdekurve, thjesht brenda diskotekës. Jo më në një treg masiv, siç është uzina Dinamo o tregu Çam. Nëse do të ndodhë kjo gjatë ditës, sepse unë nuk e di a mund të ishte, kjo është hetimi që e bën, që mund të ishte i qëllimshëm apo jo i qëllimshëm. Por me sa di, ka ardhur nga një shkëndijë elektrike, sepse të gjitha sistemet e elektrike janë të pacertifikuara. Nuk ka certifikim, nuk ka mbrojtje. Për shembull, ato që administrojnë tregun, kush e administron? Ajo Bashkia e Tiranës ka përgjegjësi. Si e ka lejuar tregun? Ti për të vendosur një çadër, një tend, zoni hapësirës publike, minimalisht do marrësh leje nga ata. Atëherë ky treg, kjo është hapësirë publike. Hapësirë publike, pavarësisht se mund ta menaxhojnë privatët. Ka dieni Bashkia e Tiranës? Çfarë përgjegjësie ka? Administrative ose penale në lidhur me menaxhimin e tregjeve. Dhe si do tillë ka një varësi shërbimi mbrojtjes nga zjarri. Varet edhe nga bashkitë, po varet edhe nga Ministria e Brendshme. Ka një varësi dyfisht, ku dhe roli prefektit është shumë dominant. Këto tre institucione, prefekti, bashkia dhe ministria, ku janë? Kush i menaxhon? Apo një përgjegjësi kolektive dhe jo individuale, institucionale. Dhe ky është një problem sepse nuk jemi në gjendje të menaxhojmë situata të tjera të ngjashme që mund të na vinë. Mas kësaj mund të kemi një tjetër ngjarje. Ju siguroj që do ketë. Jo sepse un jam një parashikues ngjarjesh, po sepse di gjën reale. Një gjën reale. Pak të drejtë tani përgjegjës nuk kemi askënd të vëmë përpara. Përgjegjës ka ngel tregtarët. Ne gjithmonë do vëmë një njeri i cili është në kërkim. Ose do kapim dy veta dhe do bëjmë fajtor. Jo, fajtor është ai që i ka lejuar të jenë funksional. Largimi i Altin Docit, cili është profili i tij kriminal dhe a ka patur, mund të themi, ndonjë bashkëpunim të themi vetë brenda strukturave të brendshme, pra që një i dënuar me rrezikshmëri të lartë të arrit të largohet nga spitali i Durrësit. Kemi parë edhe pamjet filmike mënyrën se si ai largohej. Mendoni që është një bashkëpunim i brendshëm? Unë mund të bëj analizën e ngjarjes, sigurisht është hetimi. Dhe për aq kohë sa nuk kemi dhëna zyrtare, çdo hamendësi nuk është serioze që ta bëjmë. Por më lejon eksperienca dhe analiza e ngjarjes për të dhënë një lloj versionit të mundshëm. E para, siguria është protokoll. Protokolli është i certifikuar, po dhe i testuar, dhe duhet të jetë i testuar. Për shembull, trajnimi aty stafi, në rastet kur bën një shoqërim nga dhomat e paraburgimit apo të burgut në një objekt tjetër që duhet shkojë transferimi, në gjykat, në prokurori ose në spital që kishte qenë disa herë.
Atëherë, të gjitha këto vinë duke pasur një protokoll. E para, mjeti që do të lëvizë do të jetë një mjet i mbrojtur, me zgar, në pamundësi personit të largohet, mjet shoqërues. E dyta, njoftohet policia e shtetit. Për shembull, ishte njoftuar, nuk ishte njoftuar. Vendi i ndalimit do të ishte i pastruar, do shkosh po ora e mbritjes dhe vendi i ndalimit. Nuk mund të zbresësh nga i vendi deri tek dera e spitalit në këmbë, pavarëse ishte edhe pa pranga, por nuk mund të lëvizësh sepse personi me shkallë të tillë të rrezikshmërie, vetë ai, por edhe i kërcënuar nga grupe të tjera rivale, mund të ishte një moment për ta ekzekutuar. Mund ta sulmonin gjatë rrugës dhe mund ta kishin çiruar gjatë rrugës. Mund ta kishin vrarë, mund të ishte objekt i një kasapane aty. Pra të gjitha këto janë element të cilët janë të shqyrtuar më parë në planin e lëvizjes së automjetit, të numrit të forcave. Bëhet vlerësimi i personit, të subjektit, sa i rrezikshëm është, shumë i rrezikshëm. Pse? Sepse akuzohet nga struktura e posaçme për vrasje dhe pjesëtar i një grupi të strukturës kriminale. Dhe si i tillë patjetër që numri i forcave dhe mjeteve do të ishte i përcaktuar. Nuk kishim përcaktim. Kishim heqjen e prangave. Në cilat rast lejohet heqja e prangave? Në asnjë rast. Pra nëse ti e ke me akuza të tilla, ju pat për shembull kryetari i Bashkisë Tiranës, ishte me pranga apo jo? Me masa të larta sigurie. Në fundit rreziku i tij fizik dhe rreziku i tij që është shumë i ulët. Pra në rreziku në raport me një që është vrasës, i dyshuar për vrasje, në raport me një i dyshuar për korrupsion. Që një korrupsion i tillë mund të ishte edhe në gjendje të lirë. Pse për shembull, supozojmë, po themi zëvendës kryeministre sot, nuk është nën prangë, është në hetim. Ose raste të tjera, siç ka qenë ish ministri i bujqësisë, ish ministri i shëndetësisë. Momenti i vendosjes prangave vjen në një moment të dytë. Po deri në atë moment shkalla e rrezikut të këtyre personave nuk është e barabartë me ata persona të cilët janë të dyshuar për vrasje, janë të rrezikshëm, por janë të rrezikshëm edhe për dëshmitarët. Nëse këta janë të rrezikshëm që mund të intimidojnë dëshmitarët, këta janë të rrezikshëm se mund t'i vrasin dëshmitarët. Pra ka një ndryshim në nivelin e elementeve të sigurisë. Dhe si tillë ky ishte pa pranga. Dhe ajo skem me 2 veta, me 3 veta, ishte e para përgatitur. Dhe nuk e di sa lekë është paguar për arratisin e tij. Dyshoj që është paguar dhe nuk e di nga vjen pagesa, po mund vjen nga Dubai. Sepse pjesa e dyshuar e personave të cilët përfshihen në grup kriminal, të strukturë kriminale, të dyshuar në hetim nga struktura e posaçme, janë ndër grupet më të rrezikshme. Dhe si tillë besoj se nuk do të ketë munguar. Pastaj drejtuesi i burgut, drejtori, ka rol dominant. Që masa ndaj tij u mor shkarkime. Nuk duhet të ketë shkarkime. Do të ketë ndjekje penale ndaj gjithë atyre personave që mbajnë përgjegjësi. Sepse dhe mendoj që ka ardhur koha të gjithë drejtuesit kryesor, nga drejtori i përgjithshëm, edhe ke drejtuesit poshtë, duhet të ketë vetting. Sepse vetting është shumë e rëndësishëm se ai çfarë i shtyn ka 2. Mund të jetë presioni ndaj familjarëve që ata mund të neglizhojnë detyrë, ose mund të jetë korrupsioni, pagesa ndaj tyre. Për shembull, kush e njoftoi automjetin që e priste atë? Ai automjet i bardh që priste, ku e dinte ai vendin? Si ka mundësi? Kush komunikoi, ai me telefonin nga burgu? Apo kemi ndërmjetës që kanë qenë? Roli i infermierit është roli i dyshuar, që mund të ketë dorë, i dyshuar që mund të ketë dorë, dhe mund të jetë roli kyç. Sepse sa mjeku më sa pash nuk kishte qenë fare informuar. Që të kishte një pacient të tillë. Edhe ndryshimin që nuk është rastësore. Dhe ajo skema, ai mund të ikte në momentin e daljes nga automjeti. Po pse nuk ikun ato automjet ta bënte vrapin, po duhet ta bënte vrapin nga sipër, sepse duhet ta bënte sa më të besueshme ngjarjen. Pra është një skem e mirë organizuar, nuk është arratise spektakolare, është banale. Është banale, spektakolare do ishte nëse kishin hapur një tunel, nëse kishin ardhur me helikopter, nëse u bë një sulm i armatosur dhe mënyra se si ata çmenduan dhe vranë rojët, kjo mund të ishte një gjë spektakolare. Po spektakolare ishte banale, një gjë e para përgatitur. Nuk ishin njoftuar forcat e policisë, ndalon distancë, pra mos ishin kamerat e sigurisë, duhet mund të shtirej dhe mund të shitej si një ngjarje spektakolare. Pra arratisja mas goditjes me grusht e tjerë, qëlloj me armë nuk e ndaloj dot, dhe ai qëllimi me armë është i panevojshëm. Madje i papranueshëm, sepse personi po hikte, nuk ishte në sulm agresiv ndaj sigurisë së jetës së një personi. Pastaj ajo kur godet asfaltin apo lart, plumbi qorr apo rikoshet është shumë rrezikshëm për banor, ti në zonë banuar. Pra aty ku lejohet dhe nuk lejohet arma e përdorimit, armës zjarrit.
Për të ndalur dhe të dy ngjarje të rëndësishme të cilat shënuan në 2025-ën, vrasja brenda sallës së gjyqit të gjyqtarit, si dhe vrasja Gilmando Danit në Rinas, pra dy vendet të cilat janë të monitoruara, pra dy vendet të cilat duhet të jenë vendet të sigurisë së lartë, por që ndodhin ngjarje kriminale. Çfarë mund të themi për këto dy raste? Shkon publik shpeshherë shitet siguria e një niveli të lartë. Por shumë kemi parë rastet e ardhjes personave të ekstraduar nga Dubai apo vende të tjera, në mënyrë zbritjes së tyre nga avioni. Numri mjeteve të vendosur në aeroport. Numri automjeteve dhe forca, armat, maskat, syzet e errta e tjerë, dhe midis rasteve banale. Prandaj shpeshherë testohet siguria. Dhe këta do ishin dy teste për treguar që shikon siguria është një shqetësim real. Burgu, largimi i personit që sapo tham, aeroporti i Rinasit dhe brenda sallës gjyqit. Gjykatat, prokuroria, hetuesia, bankat, disa institucione, presidenti, kryeministria, parlamenti, janë institucione sigurisë, objekte të rëndësisë veçantë, dhe si tilla ruhen me një ligj të veçantë. Është një KM e cila përcakton mënyrën e sigurisë tyre, kush janë forcat dhe numri i mjeteve. Dhe si tilla, po t'i analizojmë në raport me vite më parë, është një institucion që unë e kam drejtuar vetë personalisht. Dhe ishin objekte të rëndësisë veçantë si të ruheshin me një polici të veçantë. Për shembull, policia ose një repart i trupit diplomatik që ruan të ambasadat. Nuk mund të jetë i barabartë me atë që ruan gjykatat. Nuk mund të jetë i barabartë me atë që ruan, po themi, tregjet ose ruan presidencën. Shumë specifike ruajtja e trupit diplomatik. Dhe trupi diplomatik nuk mund të jetë i ndarë siç është sot rruga Skënderbej. Në një krah, ambasada greke, gjermane, angleze ruhet nga komisariati numër 2 dhe përballë ambasada hungareze, ambasada bullgare, ambasada egjiptiane e ku diun kush janë, ruhet nga komisariati numër 3. Pra, brenda një rruge kemi dy komisariate, kemi dy plan masash dhe kemi dy instruktazhe ndryshe. Si do rakordojnë ata? Mora një shembull për treguar që pse ka çeduar. Edhe gjykatat, prokuroria, hetuesia, të gjitha kanë qenë prapë nga një objekt i veçantë i ruajtjes së tyre. Sepse sistemi i sigurisë patjetër që është ndryshe. Dhe këtu kemi të bëjmë me perimetrat e sigurisë, perimetri i jashtëm, rrethimi i jashtëm, brenda dhe depërtimi brenda, ku kemi kontrollin edhe fizik të personave, të cilët mund të hynë të armatosur, mund të hynë me sende të forta, mund të hynë me lëndë djegëse, mund të hynë me lëndë shpërthyese, por mund të hynë duke rrezikuar dëshmitarët, duke rrezikuar gjyqtarët, po që mund të krijojnë edhe problematika. Për shembull, kush i ruan perimetrin e jashtëm sot të gjykatave? Askush. Një roje që është brenda nuk ka roje jashtë. Parkimi automjeteve në afërsitë të murit. Nëse nesër vendosin një lëndë shpërthyese. Çfarë ndodh me gjykatën? E para është një terror dhe dëmet të jashtëzakonshme janë ndosit brenda, ka problematika që janë brenda. Është e tmerrshme, po ta mendosh. Nuk ruhen. Gjithë makinat parkojnë aty. Shikon, mund ta kontrolloni dhe mund ta shikoni, shkon shihni gjykatën e Tiranës. Gjithë krahu i murit nuk ka lëndët nga automjetet. Gjithë automjetet janë vendosur aty. Gjykata e apelit, shikoni përsëri ruhen. Në afërsitë të tyre kemi prapë automjete. Pra, fatkeqësisht ne kur ndodh një ngjarje bëjmë analizën dhe forcën e reagimit nganjëherë dhe nuk e kemi, por nuk bëjmë parandalimin, forca është ke parandalimi. Pastaj vim ke brendia. Si kontrollohen? Ka mundësi që një person i vetëm, kushdo që të jetë ky person, të jetë në gjendje të kontrollojë atë fluks të madh të avokatëve, të dëshmitarëve, të personave që kanë probleme civile dhe penale, të jetë në gjendje të kontrollojë ata. Ku minimalisht nëse je i armatosur, duhet bëhet kontrolli duhet bëhet me detektor. Bëhet kontrolli i çantave dhe objekteve të tjera. Pra njëri do shohë pajisjen, tjetri do të bëj kontrollin fizik të çantave. Njëri mund të bëj kontroll fizik me duar, një femër, nëse është mashkull, do të jetë një mashkull e tjerë. Dhe pastaj një forcë reaguese, ka skuadër reaguese në rastin konkret. Ai qelloi me armë, doli për jashtë, priste të vinte policia, bile s'bënte me dorë jam unë. Pra nuk paska pas. Besonte asnjëri. Pra të thotë që edhe momentin që e vrau, nuk kishte një forcë neutralizuese. Pra një forcë neutrale mirë kontrolli nuk u bë, po një forcë që mori komandën 3 veta.
4 veta, që të vrapojnë tek vendi ku është dhënë alarmi, në vendin ku ka ndodhur një ngjarje, ku është dëgjuar krisma e ngjarjes. Çfarë duhet bëjnë? E para të ruajnë vendin e ngjarjes, e dyta të bëjnë neutralizimin e personit. Çfarë neutralizim? Pam vetëm punës policie që vinin pa kapele me pistolet, që vraponin hyrin brenda pa e ditë ku po shkojnë. Kjo ishte një dështim i plot i sistemit sigurisë. Ishte sigurisë. vetë dorëzim, ndërsa policia paraqiste sikur e kishte arrestuar në flagrancë, në kushtet e flagrancës. Shihyrë që kemi kamerat, dhe kamerat janë dëshmitari më i mirë. Si për policinë për gjykuar dhe për hetimin për të hetuar, po edhe për median për ta pasqyruar, por edhe për qytetarët për ta kuptuar. Pra janë kamerat sot. Kamerat është dëshmia më e mirë për treguar një realitet. Që kjo është siguria. A ka ndryshuar gjë? Jo, ende nuk ka ndryshuar asgjë. Sepse minimalisht unë priça një vendim qeverie që ta riformatonte dhe ta rikrijonte policinë e sigurisë së objekteve. Dhe këtu do të jetë shteti. A ka raste? Po patjetër që ka policinë e vet të ruajtjes, Italia, Franca, gjithë vendet i ruajnë institucionet. Po të shikonin ato vende, madje sipas klasifikimit të rrezikut të institucioneve, përcakton jo vetëm numrin e forcave, po dhe llojin e forcave. Për shembull, institucionet e rëndësisë veçantë, flasim parlamenti apo institucionet tjera ruhen edhe nga policia e shtetit, ruhen edhe nga karabinierët, ruhen edhe nga forcat e sigurisë brendshme. Pra kemi 3 elementë sigurie. Këtu nuk e di. Brenda gjykata dhe brenda janë Ilirian Guard. Një polici private që është me kapital shtetëror. As mish dhe as pesh. Shtetërore se ka kapital, private merr nga rruga, pa trajnim, vish uniformë dhe kjo është Ilirian Guard. Nuk është kështu. Nuk mund ta lejmë drejtsinë dhe institucionet e sigurisë në atë mënyrë. Unë mendova se do të kishim një përmbysje të konceptit të sigurisë. Jo asgjë. Ndërkohë që ngjarjet ndodhin, masat nuk merren asnjëherë. Kthehemi tek Rrinasi. Rrinasi është testuar 2 herë. Hera parë kur një grup i armatosur theu elemente sigurisë hyrën brendi dhe rrëmbeu ato thaset me para. Ai mund të rrëmbente avionin. Mund të kishin pasojë të tjera të pa imagjinueshme. Çfarë mund ndodhte në të vetmin aeroport ndërkombëtar, që është një aeroport i veçantë për nga elementet e sigurisë. Tashmë ndodh në perimetrin e sigurisë. Fatkeqësisht mendojnë që siguria është gardhi. Jo, është perimetri rrethues, muri rrethues i kufizimit administrativ të një aeroporti. Po ka siguri të brendshme, ka siguri perimetrale, ka dhe siguri të jashtme, e cila merret dhe konceptohet mbi bazën e sigurisë së aeroportit. Për shembull, disa aeroporte, jo disa, po gjitha aeroportet e Bashkimit Evropian ndahen dhe klasifikohen. Aeroporte ushtarake, perimetri i sigurisë është nga 300 deri në 500 metra. Edhe, deri në 1 kilometër. Aeroportet e rëndësisë veçantë, siç është Rrinasi, duhet të jenë nga 200 deri në 500. Nëse shkojmë në këtë parametër, të gjitha ndërtimet janë pa ligjshme, ose duhet të shëmbën që të rrisin perimetrin e sigurisë. Kurse këtu minimalisht një aeroport normal po e quajmë deri në 300 metra. Prap ishte brenda atij perimetri që duhet të kishte siguri. Çfarë siguri e kishte? Kush është forca reaguese? U ngrit në helikopter? Ka mjet të bllokimi? Mjet të bllokimit do të thotë bllokimi i rrugëve, sepse planifikohet në rastet e një situate të tillë siç ndodhi. Meqenëse ka ndodhur. Atëherë kush është bllokimi i rrugëve? Kush janë rrugët që do të legrohesh? Drejtim të aeroport, drejtim të autostradës së re ose rrugës së re, ka sharq pjesa që do të shkojnë drejtim të aeroportit, rrugët dytësore dhe dalja që shkon drejt fushkryes. Në asnjë rast nuk ishte një mjet policie. Nuk ka bllokues të ngrihen bllokimit të rrugëve që të bëhet bllokimi fizik i tyre. Edhe aty pamjet filmike treguan se sa lehtë ishte ekzekutimi dhe sa filluan në pikun e ditës. Ditës goditën zemër të elementet sigurisë dhe kjo përsëri kaloi po e njëjta gjë. Kalova një ditë tjetër, i pash po me atë sy, nuk ka ndryshuar asgjë. Dhe pra që s'ka ndryshuar asgjë, presim të kemi ngjarjen e radhës. Për të ndalur pak edhe tek protesta e fundit e opozitës, shumë gaz lotësielës u përdor, masat e sigurisë si e pat situatën atë ditë. Kishte një paralajmërim për protestën. Zoti Berisha paralajmëroi, dikush ndoshta e mori simbolike, që tha, po ti je burr të rish në zyrë, tha kryeministri i vendit, mos gaboj, pak a shumë. Po, nëse je burr qëndron në zyrë. Do të qëndrosh në zyrë. Pra tregon që kjo është një mënyrë që ai që merret me sigurinë duhet të
parapri disa masave të sigurisë. Dhe në përgjithësi protestat shoqërohen nga një plan masash. Policia e shtetit bën plan e masave, ku ka forcat e para është policia e normale. Në moment që shikon që gjua e protestës acërohet dhe mundësia e rritjes së agresivitetit, vendosen masat mbrojtëse, mburojat në rastet e goditjes me gur apo me sende të forta, dhe forcat speciale, të cilët rrinë në vitin e dytë dhe aktivizohen në momentin kur situata del jashtë kontrollit. Rasti konkret i përdorimit të lëndëve piroteknike, sigurisht që fillon plani B i ndaljes së këtyre forcave, të cilët duhet të kenë e para masat mbrojtëse ndaj përdorimit gazit, sepse policia e përdor gazin, dhe rastet e tjera të mbrojtjes dhe nga vetë qytetarët ku lëndët që mund të jenë dhe ata mund të jenë të tilla. Policia e shtetit e përdor gazin lotësjellës edhe Garda e Republikës e përdor gazin lotësjellës. Dhe si tillë është CS. Kjo është pak a shumë ai që kanë, i cili është gaz lotësjellës. Por numri dhe densiteti i përdorimit të lëndëve të tilla do të jetë mas proporcionaliteti. Do të jetë një farmase, pra disi kufizuar, jo në sasi. Nuk mund të jedhet kudo dhe ndaj kujdo. Do të jedhet tek turma, tek pjesa më agresive e tyre për ta shpërndar, dhe duke përdorur mjete të tjera, qoftë dhe zorrat e ujit apo makinat e ujit, të cilët edhe u përdoren. Kurse hedhja e tyre pa kritere krijon dëme tek ambiente të tjera të cilët nuk kanë të bëjnë me protestën, tek kurioztarët. Po të pjesa e të miturve, sepse pam që u shoqëruan edhe të mitur, që thjesht ishin në rrugë. A duhet ketë një fakt, një parandalim ose shoqërim të këtyre agresorëve dhe jo të kujdo që ti gjen në rrugë? Se pam të mitur, 10 vjeçar të cilët kapeshin forcërisht dhe hipnin, pra i shoqëronin në makinë. Shko, kjo ngelet pjesë e një hetimi, sepse çdo ngjarje që ndodh ka një hetim. Por shumë çfarë ndodhi? Rasti i plagosjes apo jo të qytetarëve, rasti i plagosjes apo jo të punësve të policisë, rasti i dëmtimit apo jo të pronës publike, përdorimi apo jo i forcës, a ishte ajo proporcionale, shoqërimi apo jo i të miturve, e tjerë do të jenë pjesë e një analize, po dhe një pjesë e një hetimi, kështu që të presim të kemi një reagim zyrtar që në mënyrë të tillë që ta bëjmë edhe analizën. Por momenti është pak delikat për faktin që në përgjithësi gjitha mitingjet kanë edhe një skenar. Skenar që në mënyrën e vendosjes në bulevard, që forcat shpërndahen për të treguar imazhin dhe madhështinë, por edhe një skenar i cili në momentin e përfundimit të një proteste fillon përdorimi i forcës, po e quajmë në përmjet atyre, dhe kaluam nga uragani politik, kaluam tek elementet e sigurisë. Dhe sot ne nuk po themi sa efekt kishte dhe sa ajo mund të jetë e tillë që të vazhdojë, po u kthym ke elementi i sigurisë. Pra dolën prapë ke siguria. Ku pala protestuese thotë që policia e krimit dhe policia që na goditi përdori gaz lotësjellës, madje ishte edhe i skaduar, dhe pjesa e policisë që thotë ne na dëmtuan, na goditën forcat e rendit dhe të sigurisë, të cilët janë në spital dhe madje nuk munguan dhe drejtuesit e policisë shkuan në spital për të parë personat të cilët ishin të fashuar. Këtu pastaj fillon pjesa politike, ku policia, siguria, fillon dhe interpretohet. Pra sot kemi mediat cilët thonë, shiko se sa shumë nga bota kanë shkruar për mitingun dhe sa shumë kanë thënë për Jehona ndërkombëtare. Dhe u la me një anë qëllimi i protestës kush ishte. Dhe çfarë do ofrojnë protestat mbas kësaj. Apo këto do të jenë metoda dhe moda e interpretimit, dhe na bie edhe ne pjesa për të bërë analizën, që nga herë jemi në siklet, sidomos kur vjen puna tek politika, sepse varet nga mënyra se si e bën, ose si të interpretojnë, jo si e bën analizën. Analiza është vetëm një, profesionale, ai që ndodh, si një mjek kur të bën radiografin dhe të jep interpretimin, por mënyra se si e interpretojnë pastaj palët. Këtu është një lloj sikleti në mënyrën e interpretimit të ngjarjes. Por thash që vetëm tek kryeministria kemi gjithmonë shpërthime. U bë dhe bashkia objekt i tillë, sigurisht që protestat e shëndoshin demokracinë, i bëjnë mirë demokracisë, por gjithmonë jo të dhunshme dhe jo me përdorimin e lëndëve piroteknike, sepse nuk është zgjedhje.
asnjëherë dhuna nuk ka sjellë në pushtet forca politike, pas nuk ka rrëzuar nga pushteti, kanë qenë masivitetet, pjesëmarrja e zakonshme e qytetarëve që kanë sjellë ndryshimet. Rastet e përmbysjeve të sistemit totalitar, të ndryshimeve totalitare që kanë ndodhur në shumë vende të lindjes ish komuniste, që kanë sjellë ndryshime të mëdha, ose pranvera arabe, ndryshime të ndryshme që kanë ardhur, po jo thjesht lokalizimi dhe përdorimi i forcës në mënyrë të koncentruar në një ambient, në një objekt ku përplasje kanë qenë midis strukturave të sigurisë dhe protestuesve. Zoti Stofta, faleminderit shumë për gjithë analizën e mirëfillt të gjitha këtyre ngjarjeve, duke uruar që në vazhdim të kemi bilance më pozitive. Dhe unë uroj, por nuk bëhet vetëm urim, bëhet me një punë mirëfillt. Punë mirëfillt do të thotë kur institucionet serioze i marrin seriozisht problemet e sigurisë. Dhe pra që kosa nuk ka një institucion që ta certifikojë sigurinë, fatkeqësisht siguria mbetet në dorë të ministrave të radhës, të cilët thonë elementet e sigurisë dhe masat e marra janë maksimale. Siguria certifikohet. Si ai etaloni, kur themi për peshën dhe për orën, kemi kujt i referohemi. Po këtu kujt do t'i referohemi që themi është certifikuar? Faleminderit për intervistën, faleminderit edhe ju që na ndoqët, bashkë do shihemi në episodin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.